Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën e binjakëve për muajin shkurt. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju mund të dëgjoni dhe ascendenten tuaj sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, fillojmë në lidhje me shenjën tuaj. Është një muaj ku dielli hyn në shenjën e ujorit, ka hyrë që në datën 20 dhe jemi në sezonin e ujorit. Por ujori është një shenjë miqësore në lidhje me ju. Për ju do jetë një periudhë me fat, ose të paktën pa probleme serioze. Do keni një komunikim të mirë, do dëshironi që të jeni shumë vigjilent nga mëndërisht, por disa prej jush sigurisht që mund të humbin pak në botën, mund të humbni në botën tuaj. Dhe të përpiqeni që ju të shpëtoni nga realiteti ashpër. Mund të udhtoni gjatë kësaj periudhe, mund të lexoni, të shikoni filma për të qetësuar, por do keni dhe iluzione. Do jeni më të relaksuar, do jeni më të bukur. Dielli në shenjën e ujorit ju zgjon ato nevojat tuaja për të mësuar gjëra të reja, për të hapur horizonte. Por për të ndarë edhe gjërat njohurit që ju keni edhe me persona të tjerë, është një periudhë zbulimesh në lidhje me ju. Gjithsesi është një muaj fantastik sepse jeni në shenjën tuaj më miqësore dhe shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me ju. Dhe fillojmë në lidhje me javën e parë. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi në fillim të muajit ju shoh që jeni në një lloj, mund të keni disa konflikte, mund të jetë një konkurrencë te vendi punës ku secili lufton për veten e vet, ose mund të ketë edhe disa tensione. Gjithsesi, në mesin e javës së parë do ndiheni pak të pakënaqur ose ju do jeni duke menduar dhe duke pasur ide të tjera në lidhje me një konkurrencë, me një punë. Ju keni arritur deri në një farë stadi dhe mendoni se çfarë mund të bëni tjetër për të qenë më mirë në lidhje me pozicionin tuaj te vendi punës, nga ana shpirtërore, por dhe në lidhje me komunikimin ose me situata të ndryshme, me disa tensione, por që muaji fillon me disa tensione, gjithsesi ju do keni shumë ide gjatë kësaj periudhe. Dhe në fund të javës së parë ju shoh që keni kaluar shumë sfida, mund të jenë sfida në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, në familje, në shtëpi, me fëmijët, por mund të jenë ekonomike, por gjithsesi ka qenë një lloj karme në lidhje me ju. Ju do gjeni forcën gjatë fundit të javës së parë për të çuar gjërat para në lidhje me çfarë do lloj situate, në lidhje me studimet, në lidhje me mund të keni konkurrencë edhe në lidhje me studimet tuaja, por e rëndësishme është që ju harrini që të gjeni forcën në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Nuk tham, por në fillim të javës së parë, sepse doli direkt karta e kryepriftit, mund të keni një lloj konkurrence në marrëdhëniet tuaja ose mund të ekzistojë një lloj egoizmi kur secili lufton edhe mbron ato idete e veta. Ju mendoni që keni dhënë shumë në një marrëdhënie dhe keni marrë pak, ndërkohë jeni duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër, keni kaluar faza të vështira, sfida, por gjeni forcën. Dhe ju shoh për një pjesë prej jush mund të gjeni forcën të futeni në një njohje të re, ose ju jeni në një njohje ose lidhje dhe dëshironi ta finalizoni. Jemi në vitin 2026, do ketë fejesa, martesa gjatë këtij viti, bashkëtesa, por edhe njohje të reja. Dhe gjithsesi në
në mesin e javës, shoh që do lini vështirësitë që keni kaluar mbrapa dhe do tregojeni më të kujdesshëm. Ndërkohë në fillim të javës së dytë do keni dhe kontrata të rëndësishme. Mund të jenë kontrata martesore, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata te vendi punës, për një pozicion më të mirë pune. Por gjithmonë duke u treguar më të kujdesshëm. Shoh që do lini vështirësitë mbrapa dhe jeni duke menduar seriozisht në lidhje me situata të ndryshme. Do jeni më me kam në tokë gjatë fundit të javës së dytë, por shoh që gjithçka rreth jush do ndryshojë, do zbukurohet, ose ju vetë mund të bëni një ndryshim në lukun tuaj, do ndiheni mirë me veten, por shoh edhe bollëk edhe prosperitet në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të shenjës tuaj. Kemi shkartet të dashuruarve, kemi energjinë e shenjës së akrepit dhe kemi energjitë të shenjave të ujit. Ndoshta nuk duken letrat, i çojmë dhe pak më lart. Gjithsesi unë ju shoh që ju në fillim sepse ju shoh në fund të javës së dytë, ju zbukuroheni, ndiheni më mirë, më të sigurt në veten tuaj, më me këmbë në tokë, gjithçka rreth jush do t'ju duket më e bukur. Dhe në fillim të javës së tretë, ju shoh që hyni në një njohje të re, është një dashuri e sjell nga universi, është një dashuri shumë e bukur. Ku shoh një energji maskullore që digjet në lidhje me energjinë femërore dhe një energji femërore shumë të vërtetë, është një dashuri e vërtetë në lidhje me ju. Për pjesën tjetër mund të keni takime në lidhje me një person, gjithsesi në mes të javës keni kontrata dhe partneritete të ndryshme në lidhje me punën tuaj, me karrierën, por edhe me bashkëpunime me një biznes ose diçka tjetër, dhe në mesin e javës së tretë shoh që ju mbyllni diçka, një transformim shpirtëror, ju do ndiheni më mirë me veten tuaj. Ndërkohë do mbyllni çështje dhe situata nga e kaluara, në kuptimin që do t'jepni fund një situate të vështirë që keni kaluar, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por edhe në lidhje me situata të ndryshme familjare, të vendi punës, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me prona të ndryshme që mund të keni, dhe në fundin e javës shoh një gëzim shumë të madh për ju. Ndoshta surpriza ju presin mbasi të mbyllni situata të vështira, keni lajme të mira, një festim në familjen tuaj për një pjesë tjetër, do ndjeni shumë të gëzuar aty, por do keni lajme të mira dhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe situata të tjera. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të shenjave të zjarit. Në fillim të javës së katërt shoh që do t'regoni shumë të vrrullshëm, shumë të nxituar. Ju dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, mund të hyni në një njohje, i jepni fund diçkaje që ndoshta ju ka bërë, mbyllni diçka nga e kaluara, dhe do ndiheni shumë të gëzuar, por thjesht do t'regojeni të nxituar. Ndoshta për të bërë një fillim të ri, fillimin do ta bëni ju, po për t'i çuar gjërat para me këtë person, ose ju mund të nxitoheni për të shkuar para në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Thjesht ose mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni, fjalë nuk janë domosdoshmërisht të këqija, mund të premtoni te ky person, por që nuk është momenti i dur për të premtuar. Dhe në mesin e javës së dytë do ndjeni konfuz pastaj, mbasi ju të tregoni nxitim në lidhje me situata të ndryshme. Kjo mund të ketë lidhje edhe me studimet, me dokumenta të ndryshme që ju keni, ose në lidhje me punë, me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me kontrata të ndryshme që keni. Dhe do futeni, do ndiheni konfuz, do mendoni që do doni të mbroni veten tuaj. Sigur keni lidhur syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë, por do dilni nga kjo energji, këtu jemi te energjia e hënës së re në fakt, do dilni nga kjo energji dhe unë shoh që në fund të muajit ju do keni një takim me personin
do jeni duke e festuar, do ndjeni shumë entuziast, do keni një stabilitet në njofit lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por do arrini të stabilizoni punën tuaj, anën tuaj ekonomike dhe ju shoh në festime këtu, do hidhni themelet forta në lidhje me gjithçka. Por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet, mund të kenë lidhje me shtetin, mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. E rëndësishme është që në fund të muajit ju harini të stabilizoni gjërat. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me muajin shtator. Më falni, muajin shkurt. Atëhere, kemi mesazhin nga angjit që ju thot një periudhë simpatike dhe rëndësishme po hyn në jetën tuaj. Një fazë, ju po hyni në një fazë shumë të rëndësishme në jetën tuaj. Është e drejta juaj, thot, në lidhje me ndryshimet që ju kërkoni gjatë kësaj periudhe. Ka ardhur koha të hapni krahët dhe të ecni përpara. Atëherë është një mesazh fantastik në lidhje me ju. Është shumë i qartë mesazhi, çfarëdo është një periudhë që do ketë ndryshime ose gjëra të rëndësishme që ju do bëni gjatë këtij muaji. Është e drejta juaj nëse ju dëshironi të bëni një ndryshim dhe ju do jeni të mbështetur nga angjëjt, çfarëdo ndryshimi që të jetë. Thjesht është një periudhë shumë e bukur, hapni krahët dhe ecni përpara, ju thot. Është koha shumë e përshtatshme në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot e radhës.